Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni qendror I lajmeve I orës 16 në Radio Pendim. Veçojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Marrëveshja e 19 prillit cënon kushtetutën. Sulm në Sinai, 25 policë të vdekur. Ministri libanez rënoi çabën për Bashar Asadin. Lajmet nga Kosova. Tollëvi dhe nervoz në sportelet të komunës së Prishtinës. Tollëvi të mëdha, nervoz dhe shumë zhurmë është shkaktuar këto ditë nëpër sportelet e komunës së Prishtinës. Shumë qytetarë kanë pritur për orë të tëra para sporteleve, kur e shohën dokumentet e gjendjes civile. Kjo për shkakun se ekstraktet e reja që po lëshohen tash e disa muaj përveç se nuk po pranohen nga shumë ambasada, nuk janë pranuar as nga pala serbe, e cila ka kthyer në kufi disa qytetar, duke mos e lejuar kalimin me këtë dokument. E gjithë kjo po shqetëson qytetarët e Prishtinës, e sidomos mërgjimtarët të cilët rrezikojnë kthimin me kohë në vendet ku jetojnë. Të mledhëfosur thonë se as zyrtarët e komunës së Prishtinës nuk po punojnë shpejt për kryerjen e nevojave të tyre. Zyrtarët e komunës së Prishtinës deklarojnë se nga viti I kaluar është dyfishuar numri I kërkesave të qytetarëve për këto dokumenta, duke shtuar se po punojnë intensivisht për zgjidhjen e këtij problemi. Pas tërheqjes së ekstraktit të ri të lindjes në kryeqytet, çdo qytetar mund të pajiset me dokumentet në komunën ku jeton, pa pasur nevojë të vijë sërish në Prishtinë. Marrëveshja e 19 prillit cënon kushtetutën. Duke u bazuar në marrëveshjen e 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Brukseli, qeveria e Serbisë I konsideron organet që dalin nga kjo marrëveshje si institucione serbe dhe nën kompetencë të Asociacionit të Bashkësisë së Komunave Serbe, që do formohet pas zgjedhjeve lokale. Kështu thon burimet e besueshme të gazetës Tribuna, të cilat potencojnë se një pozicion I tillë serb po e vështirëson shumë zbatimin e marrëveshjes dhe po sfidon respektimin e kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Kjo marrëveshje sipas këtyre burimeve, çdo ditë më tepër po paraqet si kërcënim për kushtetutshmërinë në vend. Të njëjtat burime thonë se Beogradi, duke cilësuar si neutrale marrëveshjen në 19 prillit, kërkon që edhe zbatimi të jetë I tillë. Një shembull konkret tashmë ekziston dhe ka të bëjë me kërkesën për heqjen e simboleve. Për heqjen e simboleve logos shtetërore nga fletvotime si kusht për daljen e serbëve në zgjedhje. Lajmet nga Shqipëria. Kisha në përmet, Greqia hakmerret ndaj shqiptarëve në kufi. Greqia hakmerret për marrjen e godinës së Pallatit të Kulturës në përmet, e cila ishte kthyer në kishën e Shën Marisë së Pazarit. Brenda 24 orësh, policia greke ka kthyer mbrapsht qindra shqiptar me pretendimin se nuk kishin garancinë financiare për 1500 euro për ditët e qëndrimit në Greqi. Disa shqiptar kanë mundur të hyjnë në tokën greke, vetëm pasi kanë tërhequr nga banknotat e vendosur në KKV shumën e kërkuar nga policia kufitare. Mbi 220 shqiptar nuk janë lejuar të hyjnë në tokën greke nga policia kufitare e Greqisë. Jo vetëm kaq, shqiptarët që udhëtonin me autobus dhe kishin pasaporta biometrike të rregullta janë lënë në pritje të gjata deri në orën 6 për të hyrë në tokën helene. Sali Berisha, mazhoranca rrezik kombëtar. Kryeministri I Shqipërisë në detyrë Sali Berisha me një reagim në rrjetet sociale është shprehur mbi deklaratat e së majtës për 2 godinat e shop, që me vendim qeverie do bëhen selit të Partisë Demokratike. Berisha cilësoi të majtën si neoblokmen, të cilët ofrojnë vetëm urrëtie për kundërshtarin në politikë. Të dashur miq, prej mes së 2 javësh, piktori dhe neoblokmentet e tij, media që ata kontrollojnë, janë vërsulën në urrëtie dhe tërbim një lloj si etjet e tyre kundër forcës politike kundërshtare. Si pretekst për këto sulme primitive ka shërbyer vendimi I qeverisë për të I dhënë në përdorim si seli PD-s një godinë të ushtrisë, e cila në 12 vitet e fundit kishte humbur funksionet e veta dhe përdoret më shumë se për çdo gjë tjetër për dasma, zjafete dhe ceremoni mortore. Mazhoranca reagoi duke konsideruar si turp të madh faktin që pak ditë pas largimit qeveria në ikje I bën padrejtisht dhurat vetes godina që përkasin Ministrisë së Mbrojtjes. Lajmet rajonale.
Arrestohet për vjedhje e vajza e një ish funksionarit të BDI-s. Gruaja e një ish ministrit të VMRO dhe vajza e një ish funksionari nga radhat e BDI-s janë arrestuar në aksionin e mbrëmshëm policor ku policia kapi 8 persona, ndërsa është në kërkim të 2 të tjerëve, transmeton TV Channel 5. Të arrestuarit do të qëndrojnë për 7 ditë në dhomat e paraburgimit, ndër të arrestuarit është edhe shefi sigurimit të postës, 2 postjer të tjerë dhe persona në postë drejtues për sigurimin e parave, transmeton Shekulli Online. Arsyeja e arrestimit është vjedhja e parave të postës në Çajër, Sirë dhe është raportuar me 26 kurrik në postën se në Çajër u vodhën 211.000 euro. Lajmet ndërkombëtare. Inspektorët e OKB-s hetojnë armatimin kimik në Siri. Një ekip inspektorëve të Kombeve të Bashkuara ka arritur në kryeqytetin e Sirisë Damas për të zhvilluar hetime nëse është përdor armatimi kimik në luftimet e deritashme në këtë vend. Pritet që ky ekip të qëndrojë në Siri gjatë 2 javëve të ardhshme. Ekipi 20 antarësh i Kombeve të Bashkuara udhëhiqet nga shkencëtari suedez Ake Salmstrom. Ardhja e këtij ekipi ishte shtyr prej muajit prill për shkak të negociatave me qeverinë e Sirisë. Pritet që ekipi të zhvillojë hetime në vendin Khan al-Lasal, afër qytetit Halep dhe në 2 lokalitete të tjera të cilet ende nuk janë specifikuar. Në Egjipt, Sisi Armanta nuk do të lejojë dhunë të mëtejshme ka vend për të gjithë. Fuqisti i cili është edhe kreu i forcave traumatosura të Egjiptit ka dhënë një mesazh për mbështetësit e morsit, ku thotë se në Egjipt ka vend për të gjithë. Sisi nxiti ata të jepnin ndihmën e tyre për të rindërtuar rrugët demokratike dhe për të integruar në procesin politik. Por ai paralajmëroi gjithashtu se ushtria nuk do të heshtë nëse përballet me dhunën. Raportimet bëjnë të ditë se 38 persona të burgosur të pafashëm janë vrarë nga ushtria në rrugë e sipër për në burgun Abu Zabai në provincën Koluba. Komentet e Al-Sisit ishin të parat në publik që prej vrasjes së mijëra njerëzve, kur ushtria dhe policia pastruan 2 kampet e Komentet e Sisit ishin të parat në publik që prej vrasjes së mijëra njerëzve, kur ushtria dhe policia pastruan 2 kampet e protestuesve ditën e mërkur. Aleanca pro-morsi dhe anti-grushit të shtetit bën të ditë se do të vazhdojnë me protestat në kryeqytet, pavarësisht raportimeve të para se organizimet ishin anuluar për shkak të kërcënimit nga snajperët përgjatë rrugëve. Ndërkohë, agjencitë e lajmeve raportojnë se 181 persona janë vrarë dhe 549 të tjerë janë plagosur në dhunën e shpërthyer në mbar vendin gjatë të së shtunës. Egjipt vritën 36 të burgosur nga radhat e vllazërisë muslimane. Së paku 36 persona mbështetës së vllazërisë muslimane janë vrarë në Egjipt, ndërsa po përpiqeshin për t'i shpëtuar orës policore. Para se të vriteshin, ata u transferuan në një automjet të policisë në burgun Abu Zabal në afërsitë të Kairos, ku më pas u vranë. Agjencia e lajmeve citon se konvoji i policisë mbante më shumë se 600 të burgosur. Aleanca anti-grushtetit tha në një deklaratë se ajo kishte provat e vrasjes së të paktën 38 personave në burgun Abu Zabal. Burgu Abu Zabal ishte skena e një thyerje masive të burgut në vitin 2011, pasi policia kishin braktisur postet e tyre gjatë protestave kundër ish diktatorit Hosni Mubarak. Ministri libanez rënoi çabën për Bashar al-Assadin. Ish ministri libanez Dr. Faiz Shokri Saha në një intervistë tronditse e ka pohuar se ai është i gatshëm të shkatrojë edhe çabën, shtëpinë e Zotit, për hir të presidentit sirian Bashar al-Assad, transmeton The News Trab. Përveç që ka qenë ministër për 7 vite në radhë, Faiz është një ndër themeluesit e partisë Baath. Dr. Sraha në intervistë për OTV ka thënë se ai është i gatshëm të bëjë çmos për presidentin sirian, duke përfshirë edhe prishjen e çabës. Ai më tej ka thënë se çabja është e ndërtuar nga guri dhe vlera e njeriut është më e madhe se sa ajo e gurit. Ai gjithashtu ka shtuar se nuk duhet të them që Mekka është vend i shenjtë, e nëse thoni këtë, atëherë unë dua të shkatroj atë tokë të shenjtë të ai. Sulm në Sinai, 25 policë të vdekur. Persona të panjohur kanë zënë prit 2 furgona të policisë në gjirin e Sinait, me çras kanë lënë të paktën 24 oficer të vdekur. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulmi ka ndodhur të hënën në mëngjes, ku 2 automjete ishin duke lëvizur përmes një fshati pranë qytetit kufitar Rafa në gadishullin Sinai. Zyrtarët folën në kushte anonimiteti, pasi ata nuk ishin të autorizuar për të folur për mediat. Sinai ka qenë
dëshmitari i sulmeve pothuajse të përditshme nga persona të armatosur që prej përmbysjes së Trekurikut dhe krijimit të grushtetit ushtarak. Rajoni strategjik kufizohet me ripin e Gazës dhe Izraelin. Parashikimi i motit. Sipas Institutit Meteorologjik të Kosovës, koha në Prishtinë është 27 gradë Celsius vranësira dhe diell, ndërsa Tirana ka vetëm diell me 31 gradë Celsius dhe Shkupi ka 30 gradë Celsius, po ashtu vetëm me diell. Ishte kjo tëre përgatitur për edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim. Deri takimit tonë të radhës, mirëmbëjtje.